shpalosur planet e reja sa i përket procesit të ri mësimor. Nga 1 shtatori, mire nxënës do të rikthehen bankave shkollore, ndërsa në Prishtinë këtë vit do zgjerohet edhe më tej mësimi gjithditor, duke përfshirë edhe 4 shkolla të tjera. Drejtori i arsimit në Prishtinë Arjanit Elshani ka bërë të ditur se komuna është e gatshme për fillimin e vitit të ri shkollor. Ai njoftoi se përveç zgjerimit të mësimit gjithditor në disa shkolla, këtë vit do të ketë edhe ndarje të shkollave Zenel Hajdini dhe Asim Vokshi, të cilat vitin e kaluar funksionuan të bashkuara. Sigurisht do të vazhdojmë edhe me implementimin e mësimit tërditor, duke u zgjeruar në 4 shkolla të reja, të cilat do të jenë Mehmet Xhevori, Afrim Gashi, shkolla në Vranidëll, pra do të jenë këto shkollat të cilat do të përfshihen në kuadër të mësimit tërditor, edhe një herë edhe Asim Vokshi, që e nda tashmë ndryshe prej vitit kaluar. Mëteja i ka potencuar se do të ketë investime për gjatë tërë vitit për shkollat ku do zhvillohet mësimi gjithditor. Investimet në këto shkolla do të jenë pra gjatë gjithë kohës, nuk do të ndalen asnjëherë, nuk është e thënë që këto punë të mbarojnë vetëm gjatë muajve të verës, pra ka edhe çështje tjera që janë kryesisht investime, furnizime me materiale. Zgjatja orare të parafillorëve nga 2 në 4 orë është bërë edhe për shkak të kërkesave të prindërve për fshirë nevojat e fëmijëve, ku do të kenë më shumë mundësi për aktivitete mësimore, duke përfshirë edhe përgatitjet e tyre për klasën e parë. E ardhmja e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrim